Miqësia mes Mirit dhe Rogertit ka marrë fund? Shkas për këto zëra të fundit u bë një detaj që nuk u shpëtoi fansave vigjilent të formatit. Djemt nuk ndiqen më në rrjetet sociale. Megjithatë, burimet të sigurta pranë tyre kanë konfirmuar se nuk ka asgjë të vërtetë në këtë mes. Loja ka mbetur aty ku u luajt brenda shtëpisë dhe ata vazhdojnë të ruajnë një komunikim krejtësisht normal edhe pas xhirimeve të postit të spektaklit, i cili u transmetua me 2 episode. E vërteta është sa i unfollow ka ndodhur gjatë përplasjeve brenda lojës nga vetë personat që menaxhojnë llogaritë e tyre gjatë qëndrimit, dhe këto detaje teknike thjesht nuk janë rregulluar ende. Ndërkohë Rogerti solli këngën e tij të re në bashkëpunim me Don Phenom, ku nuk ka hezituar të përmend Selinën. E vetmja vërtet digjitale është se Rogerti ka hequr nga lista e personave që ndjek vetëm Shëndritin, menjëherë pas një debati të ashpër që patën në studion e postit. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se në festën e zhvilluar pas përfundimit të spektaklit më të famshëm në Shqipëri, Rogerti dhe Miri dukeshin mjaft të afërt me njëri tjetrin, dhe fotot e postuara në Instagram e vërtetojnë këtë miqësi mes tyre, duke hedhur poshtë të gjithë zërat se mes tyre ka një krisje pas përfundimit të spektaklit. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.